Java e 4 e kampionatit kombëtar të futsalës ka në kalendar përballjen Tirana-Vllaznia, që konsiderohet edhe si ndeshja më e rëndësishme e javës. Kuqeblut vinë në këtë ndeshje pas dy fitoreve radhazi, me Partizanin në transfer dhe forcat e armatosura në shtëpi, ndërkohë që kërkojnë të mposhtin edhe Tiranën. Në prag të kësaj klasike të futsalës shqiptare ka folur kapiteni i Vllaznisë, Alcid Tafili, i cili është njëkohësisht edhe trajneri i kësaj skuadre. Normalisht është një ndeshje mjaft e mirë dhe e fortë, duke njohur si kundërshtar Zepitit e fundit ka qenë gjithmonë për titull kampion edhe ka arrit titullin kampion. Normalisht jemi përgatitur dhe kemi studiuar mjaft mirë si kundërshtar, sepse tani njihen lojtarët edhe kundërshtari. Besoj kemi marrë masat e duhura dhe shkojmë për një rezultat pozitiv patjetër. Sipas tij, dy fitoret radhazi në kampionat kanë dhënë efektin e duhur pozitiv në karikimin e skuadrës, e cila këtë sezon synon titullin kampion. Po patjetër ka ndikuar për mirë, sepse atmosfera në skuadër është akoma më e mirë. Jemi një skuadër që kemi pritur shumë kohë për me fillu kampionatin, sepse ka pasur vonesat e tyre federata, ama mendojmë se jemi në rrugën e duhur. Kemi atë ritmin se po e kërkoshim, ritmi kampionatit me ritmin e stërvitjes ndryshon shumë. Edhe mendoj se jemi me kontingjent shumë mirë edhe me skuadër shumë mirë.